Një rast i dyshuar i keqpërdorimit të dhënave personale është denoncuar në Gostivar, ku një qytetar pretendon se në emër të tij është hapur firmë dhe është marrë kredi pa dijenin e tij, duke përfshirë në një procedurë përmbarimore për një shumë të konsiderueshme parash. Për rastin në fjalë ka raportuar edhe policia. Më datë 19 shkurt 2026 në orën 12:30 në Departamentin e Punëve të Brendshme në Gostivar, një 46 vjeçar nga një fshat i Gostivarit ka denoncuar se janë keqpërdorur të dhënat e tij personale. Më konkretisht, denoncuesi, i cili punon në Zvicër, gjatë një bisede me një përmbarues në Gostivar, është informuar se ndaj tij po zhvillohet një procedurë si pronari një firme për një borxh prej 5.085.079 denar ndaj një banke në falimentim. Njëkohësisht, kërkoheshin si peng një automjet transportues man dhe një makinë pune eskavator. Gjithashtu, ai ka sqaruar se kurrë nuk ka poseduar firma apo makineri dhe dyshon se të dhënat e tij janë keqpërdorur me dokumentacion të falsifikuar gjatë marrjes së një kredie. Po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit, thuhet në njoftimin e policisë. Autoritetet pritet të ndërmarrin veprimet e nevojshme për verifikimin e pretendimeve dhe identifikimin e personave të përfshirë, ndërsa rasti po rikthejnë në vëmendje rrezikun e keqpërdorimit të identitetit dhe pasojat e mundshme ligjore e financiare për qytetarët.